E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të komentuar pak Big Brother VIP Kosovën dhe takimin që nëna e Benitës pati mbrëm me të. Besoj që edhe juve ju ka rënë në vesh në sy kjo gjë. Nëna e Benitës përshëndeti Alaudini, përshëndeti Jonidën, e quajti zemër Oltën, falni, dhe i tha mirë mbrëma Leonorës. Këtu në fakt lindi një lloj dyshimi imi se çfarë hatërmbetje ka familja e Benitës me Leonora Jakupin. Cila është hatërmbetja e tyre? Ndoshta nga që Leonora është pak më e drejtë për drejtë dhe më e saktë në mendimet e saj, le të themi në opinionet respekt edhe për Oltën, por në opinionet që bën Leonora, është më shumë zëri i popullit në këtë rast. Dhe Leonora komenton atë që vërtet populli e komenton nga jashtë. Ndërsa Olta ka atë profesionalizmin e saj, atë natyrën e saj, atë tipin e saj, që do të thënë flet në mënyrë diplomatike. Dhe ndoshta populli nuk e miraton një të folur të tillë, por nëna e Benitës ju falenderuan një farë mënyre vetëm Oltës. Tani nëna e Benitës unë e pash që ishte në një shëndet të mirë, edhe pse ajo do me thënë kishte dërguar dokumentacione në produksion, okej, nga tensioni që kanë qenë aty brenda, nga ajo që është folur jashtë për Benitën, me patjetër që familja të ndihen keq sepse nuk e kanë përjetuar rrugën e të qenurit figurë publike, të qenurit personazh publik dhe normalisht nuk është e lehtë derisa të mësohen me këtë rrugë, nuk është e lehtë, por siç duket Benita nuk është vajzë që mund ta bindësh, pa marrë parasysh që mund të shkosh ti edhe me fuqinë e nënës, nuk mund ta bindësh sepse ajo ka qëllimin e saj. Do të thënë ajo do me patjetër që të ndjek famën. Tani unë mendoj që familja e Benitës duan ta heqin Benitën nga aty brenda sepse Benita po humb krejtësisht njeriun e saj, po humb vërtetësinë e saj, po humb qenien e saj dhe po nxjerr një anë shumë të keqe te publiku. Dhe normal çdo nën, çdo prind e ka shumë të vështirë që ta pranoj këtë realitet, por Benita nuk është larguar. Do të thënë sot e kishte të largohet, Benita vazhdon të jetë brenda shtëpisë, do të thënë e ka refuzuar kërkesën e nënës. E ëma e Benita Zenës ka qenë për surprizë në shtëpinë më të famshme të Kosovës në Big Brother VIP. Nëna i ka kërkuar asaj që të largohet nga shtëpia dhe të kujdeset për të. Kjo pasi tha se është në gjendje jo të mirë shëndetësore dhe ka nevojë për të, pa marrë parasysh se janë shumë të lidhura. Mirë po vajza ka refuzuar që të largohet nga shtëpia, sepse sipas saj, nëna është mirë, por nuk i ka pëlqyer loja e saj. Benita refuzoi disa herë pasi tha se e njeh të ëmën dhe se nuk ka të bëjë me shëndetin. Ajo madje i kërkoi që ta përfundoi linjën e jetës dhe të tregoj veten edhe për një kohë dhe i premtoi se do të ndryshonte tërësisht lojën. Tani Benita ka vendosur që të qëndrojë brenda në shtëpi, do të thënë nuk do të largohet. Unë mendoj që nëna e Benitës e bëri këtë gjë sepse nuk dëshiron që ta shikon me Tonin. Ajo mendon që rikthimi i Tonit në shtëpi, do të thënë do të lidhet me Benitën, pasi që ndoshta janë të prekur pak edhe nga jati i Tonit sepse i bëri të fala Elionës, nuk është se e vlerësoi Benitën, dhe që të mos u merret fytyra e tyre në këtë rast, ato dëshirojnë që Benita të largohet nga shtëpia. Si e vlerësoni ju këtë takim me nënën e Benitës dhe çfarë kuptuat nga ky takim?